Sot do të vazhdojmë me temën që e lam për gjysmë herë tjetër, mbi pendim rrëfimin. Tham në herës që kaloi që të gjithë jemi mëkatar. Të gjithë ne i shkeni porositë e Perëndis, me mendime, me fjalë dhe veprime. Kështu që askush nuk mund të thotë që unë nuk kam mëkate dhe s'kam nevojë për t'u penduar dhe për t'u rrëfyer. Mos mendoni se vetëm mëkatarët e mëdhenj bien në mëkat. Fatkeqësisht bien edhe njerëz të zgjedhur. Njerëz që i ka thirrur Perëndia për vepra të mëdha. Njerëz që kanë arritur një lloj shenjtërie bien në mëkat. Tek libri i Jobit na thuhet që Zoti gjen gabime edhe tek ëngjëjt, që janë të përsosur. Mendo çfarë ndodh me neve njerëzit që jemi në këtë botë mëkatare. Ja të japim një rast se si dhe njerëz të zgjedhur të Perëndis bien në mëkate edhe shumë të rënda, mëkate ordinere. Na tregohet për profetin David, i cili nuk pati kujdes kur doli një herë për të shëtitur në oborin ose në taracën e shtëpisë, dhe hodhi sytë dhe pa një grua e cila edhe ajo nuk u bënte kujdes dhe ishte duke u larë, dhe ai Davidi nguli sytë te lakurisia e saj. Dhe kështu thiri që ajo grua të vinte në pallat. Dim që ajo grua ishte martuar. Ishte martuar me një ushtarak. Ushtarët ose gjeneralët më të zgjedhur të Davidit, me Urian. Dhe Davidi ra në mëkat me këtë grua. Dhe ajo mbeti shtatzan. Por si do të mbulohej shtatzania? Atëherë Davidi thiri Urian që të shkojë tek gruaja e tij. Por ai ishte një njeri besnik dhe tha: "Shokët e mi janë në front, luftojnë, kurse unë të shkoj me gruan time." Dhe qëndroi thot dhe nuk shkoi. Atëherë kur e mori vesh të Davidi, bëri një plan tjetër. E çoi në front dhe shkrojti nga pas. Vjendi në fillim fare të frontit, në atë zjarri më të madh. Dhe vërtet ai vdiq. Kështu që kur vdiq, sipas Davidit, u lirua gruaja që bëri mëkat dhe e mori për gruan e vet. Bershebaj. Davidi mendoi se gjithçka u zgjidh me mënyrën e tij. Askush nuk pa, askush nuk dëgjoi, askush nuk mori vesh. Por Perëndia dërgoi profetin Natan. Dhe profeti Natan i thot Davidit, i thot të fjalë shumë e bukur, edhe trishtueshme. Ti mbret i drejt, i thot, do t'rregoj një ngjarje. Ishte dikush i pasur që kishte shumë dele. Ishte edhe një njeri tha që kishte vetëm një dele. Edhe atëherë ky që kishte shumë dele, ja mori atij që kishte një dele. Dhe nuk i mjaftua me ato që kishte. Atëherë Davidi u revoltua dhe tha, ai meriton tha të ndëshkohet. E ti ai që duhet ndëshkohesh. Sepse ti i more gruan Urias. Madje, jo vetëm ma katove me atë, por dhe urdhër që Uria të shkojë në front dhe të vritet. Atëherë Davidi kuptoi se çfarë që kishte bërë, pavarësisht se nuk i kishte marrë vesh njerëzit, kishte marrë vesh Perëndia. Dhe Perëndia dërgoi profetin Natan. Dhe profetin Natan e deskreditoi mbretin David, që është një nga personazhet më të rëndësishëm në dhjetën e vjetër. Madje thuhet që Zoti zgjodhi Davidin sipas zemrës së tij.
Dhe Davidin nga një bari e bëri një mbret. Dhe Davidi është njeriu që shliroi Jeruzalemin ose pushtoi Jeruzalemin dhe bëri kryeqytet. Dhe i shpëtoi popullin e Izraelit nga shumë armiq. Dhe themeloi mbretërinë e Izraelit. Shumë i lartë. Ne edhe sot e kësaj dite lexojmë dhe themi psalmet e Davidit. Madje dhe Krishti, sipas psalmeve dhe profecive, do të quhet biri i Davidit. Po ja dhe që Davidi mëkatoi. Por Davidi u pendua. Sa e mori vesh të tha, kam mëkatuar kundër Zotit. Dhe atëre ai filloi të lutet me lot. Dhe tha të lutjen e madhe, që fatmirësisht është e regjistruar, psalmin 50, që e themi të gjithë, sidomos kur shkojnë në misterin e pendim rrëfimit. Për dëllyes, për dëllem, o Perëndi, sipas përdëllimit tënd të madh dhe pas dëmshurive të tua të shumta, shuaje pa udhësim time, dhe është gjithë psalmi. Për treguar zemrën e dërmuar të Davidit. Davidi vërtet mëkatoi, bëri 2 mëkate të rënda. Kur vëroi, sepse mori një grua që nuk ishte e tij, gruan e dikujt tjetër, por dhe u bë vrasës. Mëkate të jashtëzakonshme. Por Perëndia e pranoi pendimin e Davidit. Në momenti që Davidi pranoi mëkatin, e rrëfeu mëkatin, jo vetëm përpara Zotit, vetëm te profeti Natan, por e mori vesh gjithë populli. Gjithë populli e mori vesh. Perëndia e fali Davidit. Prandaj, edhe neve mund bijem në mëkate shumë të rënda. Asnjëherë mos mendoni se jemi të imunizuar. Se ndoshta jemi fetar, kemi virtute, ose ndoshta jemi dhe të moshuar. Davidi ishte në moshë të madhe kur e bëri këtë. Nuk ishte një adoleshent, nuk ishte një i ri. Ishte i madh. Pra, në çdo kohë është rrezik për të mëkatuar. Prandaj, asnjëherë mos të mendojmë se tani jemi të siguruar. Djalli përgjon 24 orë në 24, që të gjejë një të qarë në mendjen tonë, në zemrën tonë, në trupin tonë, në marrëdhëniet tona shoqërore, në pakujdesit tona për të na rrëzuar në mëkat, dhe në mëkate të rënda, të turpshme, perverse, të padigjuara, që ndoshta mendja jonë ndoshta nuk mund t'i pranoj, po ja që mund të na ndodhen dhe neve. Kur i ka ndodhur këtyre njerëzve kaq të lartë, ç'do themi neve? Tregohet një tjetër histori në sinaksaret e Kishës. Është një shenjtor që quhet Jakovi i penduar, i cili arriti të jetë në shkretir, të lutet dhe me lutjet e tij shëroheshin njerëz, bëheshin mrekulli. Dhe Zoti kishte shpërbyer sipas përpjekjeve të tij asketike. Po ja që ai un burr, tha kush është si mua? Kush ka arritur një shenjtëri siç kam arritur unë? Kaq deshte djalli, i cili përgjonte dhe vërtite rreth atij me vite që t'i gjente një të qarë. Në momentin që ai spati kujdes për mendimet e tija, kur ai filloi ta mburr veten e tija, ta pëlqej veten e tij, u largua hiri. Dhe djalli ngriti rrenkën. Ishte një vajzë demonizuar në qytet, që bërtiste dhe thoshte, vetëm Jakobi mund të më liroj. E morën vajzën e çuan te Jakobi. Jakobi u lut, e djalli doli nga Jakobi, nga vajza, dhe nuk iku, qëndroi aty. Se i kishte dhënë të drejta Jakobi me egoizmin e vet. Dhe Jakobi tha, leni vajzën këtu disa ditë, që të lutem, që të pastrohet tërësisht, dhe pastaj e merreni. Leni dhe vllajën e saj këtu, që të kujdeset. Dhe ikën prindrit e vajzën në paqe. Por djalli që doli nga vajza hyri te Jakobi për shkak të krenarisë. I hyri pasioni, u ndes nga dëshira e mishit. Atëre, i shkoi mendja të shkoj me vajzën, ta përdhunoj vajzën, por kishte ardhur në vllajt, e vret vllajin e vajzës.
e përdhunon vajzën, e vret edhe vajzën. Dhe pastaj, si një deur, erdhi në vete dhe kuptoi çfarë kishte bërë. Qau hidhur, radhen dëshpërim, por Perëndia, që nuk deshte të humbiste mundimi i tij, ja e dërgonte një asket i cili e ngushëllon, duke thënë mos u dëshpëro. Perëndia fal çdo mëkat. Dhe Jakovi shkoi mbyll në një varr për shumë vite, gati 15 vjet, hante bar si një kafshë egër çfarë mbinte rreth varrit dhe lutej vetëm duke thënë këto fjalë me lot. Mëshiro mua mëkatarin që nuk e meritoj mëshirën tënde. E mbas 15 vjetësh, në atë vend ra një thacire madhe, luteshin, bëni litani, nuk binteshin. Atë Perëndia dërgoi një angjëll tek peshkopi dhe tha, po su lut Jakovi, që është në atë varr, Perëndia nuk dërgonshi. Edhe vërtet, Perëndia e pranoi pendimin e Jakovit dhe kur u lut ai rashi dhe për një vit u bën shumë mrekulli, e mbas një viti ai shkoi tek Zoti dhe aty u ndërtua një kishë. Pra i themi të gjitha këto që asnjëherë nuk duhet themi se nuk mund bijem në mëkat dhe asnjëherë nuk duhet dëshpërohemi që nuk mund themi s'kemi shpëtim. Dhe duhet dim se djalli i cili është mjeshtër për na rrëzuar në mëkat është edhe mjeshtër për të na ndaluar të pendohemi dhe të rrëfehemi. Dhe nxjerr shumë justifikime. Një justifikim që djalli e injekton brenda qenies sonë dhe ne e themi me gojë është: pse u dashka të shkoj tek një atë shpirtëror dhe të rrëfej mëkatet e mia? Nuk mjafton të rrëfej mëkatet e mia përpara Zotit ose përpara një ikone? Dëgjoni këtu. Kisha në ortodoksi e pranon 2 rrëfime. Edhe rrëfimin përpara një ikone është rrëfimi që bëjmë çdo ditë. Çdo ditë ne duhet bëjmë një rrëfim përpara Zotit për mëkatet që kemi bërë dhe t'i kërkojmë falje. Dhe vetë lutja aty që në qiell është fali fajet tona që bëjmë çdo ditë si i falim ne fajtorët tanë. Por është si në jetën e përditshme. Sa që ne shkojmë në shtëpi, ne lajm duart, lajm fytyrën, sepse plurat, gjërat që kemi prekur na kanë ndotur. Por nuk e lajm trupin gjithmonë, sepse nuk kemi bërë pis aq sa për të larë trupin. Por në qoftë se ne jemi bërë pis sa kemi ndërsuar dhe trupin, atëherë nuk mjafton vetëm me larjen e duarës dhe fytyrës, por do të shkojmë të bëjmë një dush. Kështu është dhe me mëkatin. Ka mëkate të lehta ose që nuk sjellin vdekjen, ka mëkate të rënda që sjellin vdekjen. Mëkatet e rënda që sjellin vdekjen kanë nevojë patjetër për pendim rrëfim. Dhe ky pendim rrëfim nuk bëhet thjesht vetëm përpara ikonës. Si dikush nga ne nëse është i smur dhe ka një gjendje gripale, mjafton me disa, si them, ilaçe, me pak terapi, me një aspirin ose me çajin këto që kanë dalë sot, dhe mund ta kaloj. Po në qoftë se ai kalon të ftohtë, ti nuk mjafton të rish në shtëpi, të shkosh te mjeku. Kështu dhe për mëkatet e rënda, ne nuk rrim vetëm rrëfehemi përpara ikonës, po do shkojmë në kish, në spital, të takojmë atin rrëfyes, sepse kemi nevojë për diagnostikim të këtij mëkati dhe për faljen e këtij mëkati që nuk vjen nga një lutje që ne mund t'i bëjmë ikonës. Dhe diçka tjetër. Asnjëri nga ne nuk shërohet duke pasur vetëm fytyrën e mjekut përpara vetes në një foto. Po shkojmë takojmë me mjekun. Kështu edhe neve, kur kemi probleme të rënda nga mëkati, pra ato mëkate që përmendëm të 10 porosit, atë nuk mjafton vetëm rrëfimi që bëjmë për ditë para ikonës ose dhe lutja, por duhet shkojmë tek ati rrëfyes. Dhe ati rrëfyes nuk është diçka që e ka zgjedhur kisha më nga ana psikologjike, e ka zgjedhur Zoti. Zoti ka të drejtë dhe autoritet fal mëkatet, sepse vetëm Krishti pagoi për mëkatet e njerëzve. Por këtë autoritet Krishti ia la apostujve, si tha, mbasi u ngjall për së vdekush. Merrni shpirtin e shenjtë. Kujt ja falni mëkatet, ju janë falur. Kujt nuk ja fali, nuk janë falur. Këtë dhurat për të falur mëkatet në emër të Krishtit, apostujt ja lanë episkopëve. Dhe mbas episkopi, sipas trashëgimisë apostolike, e kemi deri më sot. Dhe episkopi këtë delegon te disa prifterin që quhen hetë rrëfyes. Kështu që këtë dhurat
për të falur mëkatet, Zoti ja la njerëzve të zgjedhur. Dhe prandaj Shën Joan Gojarti shkruan: "Priftërinë derisa banojnë në tokë, marrin përsipër të kryen detyra qiellore me një pushtet të cilën Perëndia nuk ka dha as ëngjëve as kryëngjëve. Perëndia nuk u tha ëngjëve, ato që do të lidhni në tokë do të jenë lidhur në qiell, apo ato që do të jeni zgjidhur në tokë do jenë zgjidhur në qiell. Ato ja la priftërinëve që i kryen me anë të mistereve, që bëjnë në kish, dhe sidomos po flasim për misterin e pendimit rrëfimit. Kur shkojmë rrëfimit të ati shpirtëror, në personin e tij ne takojmë vetë Krishtin, dhe në personin e tij takojmë edhe kishën, sepse më përpara rrëfimi bëhej përpara gjithë kishës, peshkopit dhe kishës. Më vonë kisha hoqi këtë praktik, sepse dikush mund ta keq përdorte një rrëfim, se në kish pastaj hyn përveç besimtar dhe ata që nuk ishin besimtar, se u hap kisha, pra u lirua hyrja në kish, më përpara ishte shumë e kufizuar vetëm për besimtarët, sepse ishte një trysni ndaj kishës, por kisha bëri që misteri perëndim të rrëfimit të jetë privat, por prifti përfaqëson gjithë enorin. Një tundim i dytë që na ndalon neve për të shkuar të rrëfemi është duke thënë: unë kam bërë shumë mëkate. Këto mëkate janë të pafalshme. Përse duhet shkoj ti rrëfej? Në fillim bisedës sonë ne përmendëm dy personazhe. Një nga dhjata e vjetër, Davidin mbret, që ra në mëkat të rënd dhe Perëndia e fali, ose në dy mëkate të rënda, dhe Jakovin, i cili edhe ai ra në po ato mëkate, edhe në kurvëri, në përdhunim, edhe në vrasje. Pra, asnjëherë nuk mund të pretendojmë dhe të themi që Perëndia nuk na i fal mëkatet. Nuk do të dyshojmë për mëshirën e Zotit. Sado që e madhe të jetë mëshira e Zotit, asnjëherë sado të mëdha të jenë mëkatet tona, asnjëherë këto mëkatet tona nuk janë më të mëdha se mëshira e Zotit. E ka thënë dhe ka Shën Joan Gojarti një shprehje shumë të bukur që neve duhet ta harrojmë. Mëkatet tona janë si shkëndia që dalin nga zjarri, që sapo bie në ujin e detit, shuhen. Mendoni shkëndijat, mendoni dhe ujin e detit. Pra, uji i detit ka një kufi. Mëshira e Zotit nuk ka kufi. Kështu që nuk ka mëkat që nuk fal Zoti. Çështja është, kërkojmë falje ne apo jo? Një pengesë tjetër që na vë djalli është turpi për të shkuar tek ati rrëfyes dhe t'i rrëfej mëkatet tona. Pra, djalli bën këtë gjë. Para se të bëjmë një mëkat na hiq turpin. Në qoftë se ne do kishim turp për të kryer mëkatin, nuk do ta bënim mëkatin. Por djalli kur do të kryesh një mëkat thotë: askush nuk të shikon, askush nuk të dëgjon, askush nuk e merr vesh, të gjithë e bëjnë, pse mos ta bësh dhe ti? Brava botës je, ignorant je, jeto dhe ti si të gjithë të tjerët, dhe kështu ta heq turpin. Duke hequr turpin, ai të heq frikën e Perëndis. Të heq frikën e ligjit, të heq frikën e opinionit shoqëror, dhe njeriu heq turpin dhe i bën të gjitha. Pastaj, kur njeriu kërkon të rrëfej mëkatin, të cilin e ka bërë publikisht, dhe fatkeqësisht sot njerëzit nuk mëkatojnë fshetas. Shumica e njerëzve sot mëkatojnë publikisht. I keni parë në rrugë, nuk e kanë për gjë, edhe të bëjnë mëkatet e tyre trupore, ose abuzimet e tyre, ose të dalin të zhveshur, quajnë normalitet. Por, për shkuar tek ati rrëfys, vetëm tek ai, futur në një dhomë që askush nuk të shikon dhe dëgjon, djalli thot: turp. Si do shkosh atje? Turp. Si do t'i thuash ato që ke bërë? Turp. Dhe kështu e ngurtëson zemrën. Po shikoni çfarë thot Shën Joan Gojarti. I mirë, kur e përqafove prostitutën, nuk ishe turp. Dhe kur vjen për t'u penduar ke turp, por se nuk u turpërove kur kreve mëkatin? Për veprën që bën nuk skuqesh? Dhe skuqesh se do të pohosh fajin? Kjo është keqdashja e djallit. Kur një njeri bën një mëkat, i ligu nuk e lë të turpërohet, se ndryshe nuk do ta bënte. Kurse, kur bëhet fjalë për të rrëfyer, ai e lë të turpërohet sepse e di që nga turpi nuk do të pendohet. Shumë shpesh konstatojmë se në botën ku jetojmë mungojnë ndjenja e turpit, siç u thash. Dhe
ky turp po hiqet. Jo vetëm nga të rriturit, po hiqet nga fëmijët. Nuk e fëmijë sot dhe rrallë gjen fëmijë që të kenë turp, fëmijë që të skuqen. Po që në moshën fëminore, fëmijët i ka dalë turpi, shajnë, thonë fjalë të ndyra, bëjnë gjeste të ndyra dhe nuk kanë turp. Më përpara njerëzit kishin turp, fëmijët kishin turp, të rinjt kishin turp. Kurse sot s'ka turp as plaku, as fëmia. Sepse ka ikur turpi. Por mi që ka ikur turpi për të bërë mëkatin, por paradoksi është që na hyn turpi kur shkojmë për të kryer misterin e pendimit rrëfimit. Atje për të kryer misterin e pendimit rrëfimit, skuqemi, shtrëngohemi, si them, kontraktohemi dhe nuk i nxjerrim dot fjalët se kemi turp. Kjo është nga djalli. Nuk je se njeri i turpshëm, se po kishe turp nuk e bëj mëkatin, por je i paturpshëm për të bërë mëkatin dhe ke turp djallëzor për ta rrëfyer mëkatin. Një justifikim tjetër është që shumë veta që refuzojnë të shkojnë të rrëfehen, nxjerrin këtë pengesë, thonë, nuk është sigurt se kam për unë nuk e kam sigurt se nuk kam për të mëkatuar prap. Prap do mëkatoj. Atëherë pse duhet shkoj te ati rrëfys e them të njëjta mëkate që ja thash edhe përpara disa kohësh ose në rrëfimin që kaloj. Dhe kështu këta njerëz thonë, kur do bëj të njëjta gjëra, pse ti them? Kur ti ndaloj këtë gjëra, atëherë do shkoj. Ja dhe këtu është një gabim i djallit. Pse? Ose jo gabim, po një kurth i djallit. Djalli gjithmonë na thot këto mendime. Por kjo është një paradoks. Pse është paradoks? Sepse kur neve kemi probleme me shëndetin tonë dhe na ka përse një gjendje virale ose na ripërsëritet smundje, çfarë themi ne? Nuk do shkoj te doktori sepse me që unë vajta o vizitova një herë para ca kohësh dhe i thash jam me grip ose jam me ftohtë dhe tani u bëra prap me grip dhe prap ftohtë, do të them të njëjta gjëra? Kush e thot nga ne këtë gjë? Po gjithmonë sa herë që ripërsëritet smundja, menjëherë e merr telefon doktorin, shkon bisedon me doktorin, konsultohet me doktorin, vizitohet, merr ilaçet, po të njëjta gjëra. Sepse sëmundja përsëritet në mënyra ndoshta edhe periodike. E njëjta gjë ndodhe me mëkatin. Ne nuk tham që do shkojmë pendohemi, rrëfehemi një herë dhe nuk do mëkatojmë. Kur thot Zoti pendohuni, nuk thot vetëm pendohuni në një çast, pendohuni gjatë gjithë jetës tuaj. Dhe tham që sa jemi në këtë botë, sa e shpirti ynë është në trupin ton, i cili është një trup me pasione, gjithmonë rrezikojmë të bijmë në mëkate. Kështu që asnjëherë nuk jemi të imunizuar nga mëkati. Në mos duam neve na ndikojnë të tjerët. Prandaj jemi në një botë mëkatare, jemi njerëz me mish, jemi njerëz që gjithmonë rrezikojmë të bijmë mëkat. Kështu që mëkatet mund t'i ripërsërisim. Dhe flasim dhe për mëkatet që bën dhe pasion. Pasioni nuk zhduket me njerë të njeriu. Është një plag, është një ftore vjetër që nuk del për njerë. Do trajtor ndoshta edhe me vite. Ashtu është dhe me plagën e mëkatit që bëhet pasion. Do vite që ti ta shkulesh atë. Pra do shkosh ta rrëfesh gjithmonë, të njëjtën gjë. Derisa ajo të shkulet, derisa ajo të pastrohet, derisa ti të shenjtërohesh. Prandaj mos u çuditni kur thoni po do themi të njëjtat gjëra, po të njëjtat gjëra do themi. Në qoftë se kemi bërë të njëjtat gjëra do t'i themi. Ashtu si bëjmë dhe me sëmundjet trupore. Një tjetër kurth i të ligut është që thot, po, je për të rrëfyer, shumë mendim i drejtë. Madje t'jep dhe një ndjesë pendese. Por thot nesër. Pse sot? Sot ke ca punë. Ndoshta ati rrëfys nuk ka kohë. Bëj nesër. Edhe vjen e nesërmja. Të thot po të njëjtën gjë. Të nxjerr një pengesë tjetër. E nesër. Por ti ke vendosur këtë kreshëm të shkosh pendohesh dhe rrëfehesh. Po pse këtë kreshëm? Edhe të nxjerr disa pengesa kreshmën tjetër. E vjen dhe kreshma tjetër. Dhe ikën dhe kreshma tjetër. Dhe ka njerëz që unë i kam pyetur që kanë vite pa u rrëfyer. Sepse gjithmonë djalli ka thënë nesër. Po ne nuk jemi të përjetshëm në këtë botë. Që ndoshta një herë do vi rasti. Ne jemi të përkohshëm. Dhe asnjëri nuk e di do ketë nesër apo jo për ne.
Prandaj thot Zoti, rini zgjuar dhe bëuni gati, se nuk e dini kur vjen i Zoti shtëpis. Zoti thot sot është dita e shpëtimit. Sot merr vendimin pendohu dhe rrëfeu. Sot merr telefonati rrëfyes. Sot le takimin për atë. Djalli thot nesër. Prandaj, sa herë që t'ju vim në mendje ideja për nesër, do me thënë për ta shtyr kohën e misteri pendim rrëfimit, djeni se është nga djalli, nuk është nga Zoti. Çfarë do situata që t'ju vinë, çfarë do pengesa që t'ju vinë, është nga djalli. Zoti thot sot. Pra sa ke kohë, sa ke mundësi. Nesër nuk është e jotja. Kështu që asnjëherë mos e pranoni këtë kurth të djallit. Mos ta shtym vëllezër dhe motra misterin e pendim rrëfimit. E tham, dhe prandaj bëjmë këtë bisedë, që koha e kreshme është koha e pendim rrëfimit. Nuk është koha e dietrave ushqimore, se ndonjëherë ne kuptojmë gabim kreshmen. Kreshma na kthe dietë ushqimore. Jo, fillon nga një dietë ushqimore për të shkuar tek pendimi dhe rrëfimi, pastrimi i shpirtit. Ne nuk pastrojmë vetëm kolesterolin, por pastrojmë mëkatin. Mëkati nuk pastrohet mos hash mish dhe bulmet, por mëkati pastrohet me pendim rrëfim. Prandaj, duhet patjetër këtë periudhë kreshmore dhe sa ka mbetur koha të kontaktojmë me atin rrëfyes edhe të kryejmë misterin e pendim rrëfimit. Por le të flasim përveç misterin e pendim rrëfimit dhe disa rrugë të tjera që kisha na nxit që neve t'i kryejmë për të marrë misterin e faljes. Një ndër misteret ose mënyrat për të marrë misterin e faljes nuk është vetëm të shkojmë të kryejmë misterin e pendim rrëfimit. Shumë mirë bëjmë. Por na ndodh që mbasi kryejmë misterin e pendim rrëfimit ne përsëri dhe shpejt bijmë në të njëjta mëkate. Sepse ne kemi hequr pendimin. Çfarë ndodh? Shkon e kryen këtë mister. Dhe ty duket vetja se tani u qetësove, tani u pajtove me Zotin, tani u zgjidhen çështjet, tani mëkatet u shujtën. Vërtet kjo ndodh. Por mos e vigjilencën, mos e largo pendimin. Pendimin duhet ta kesh të vazhdueshëm çdo ditë. Edhe pse ke marrë ratën e faljes, sepse rrezikohesh nëse heq pendimin, heq masën mbrojtëse dhe mund biesh në mëkate. Pendim do të thotë të vi keq për ato që ke bërë. Vërtet ato Zoti i fali. Vërtet ato Zoti i haroi, po ti nuk duhet i harosh. Se po i harove mëkatin që ke bërë, mund biesh përsëri në mëkate. Historitë e haruara rrezikojnë të përsëriten. Prandaj ne gjithmonë duhet kemi pendim për ato që kemi bërë. Ti kujtojmë, kam bërë këtë, dhe kjo të sjell në pendes, dhe kjo të sjell në mirënjohje dhe falënderim për Perëndin, dhe kjo të ruan të mos biesh në mëkate. Se ndodh ajo tjetra, që ne harrojmë çfarë kemi bërë, na duket vetja të shenjtë, dhe pastaj biem nga egoizmi dhe krenaria në mëkate më të rënda se ç'kemi bërë, edhe pse kemi marrë edhe faljen, edhe me pagëzim dhe me pendim rrëfim. Gjithmonë duhet kemi ndjesën e pendet, të hidhërimit. Kemi hidhëruar Zotin. Dhe kjo na ruan nga mëkatet e tjera. Çfarë thotë Shënia Angujarti? Mëkatove, pendohu dhe shlyej mëkatin. Nuk të kërkojnë ndonjë mundimi i madh thot për këtë gjë. Nuk thënë të çash përmes detin, as të ecësh me këmbë përmbi det, as të prishësh dhe para. Vetëm vajto për mëkatin tënd. Vetë Krishti lumëron ata që vajtojnë, të lumurit vajtuesi sepse ata do të ngushëllohen. Ata që mbajnë zi dhe vajtojnë dëshirojnë ngushëllimin e Perëndisë. Një shenjtor i kishës këshillon. Si duhet ta nisni lutjen? Që shpesh ne nuk e bëjmë. Lutja patjetër niset me adhurim, falënderim, por para se të kërkosh Zotit, kujto mëkatet që ke bërë. Provojeni. Kujtoni mëkatet që keni bërë. Kur them kujtoni mëkatet që keni bërë ose që kanë bërë, asnjëherë nuk po them të rrini tek mëkati, si ajo miza që shkon në plera. Jo. Po kujtoni, kam bërë këtë, kam bërë këtë, kam bërë këtë, kam bërë këtë, kam bërë këtë. Po ti kujtoni ato mëkate, do ta ndjeni veten të ulur, të përulur. Nuk do shkoni tek Zoti me egoizëm, me vetpëlqim, me arrogancë, po do shkoni të përulur dhe do t'ju japi
i dhërim në shpirt, do të shëgjitoj zëmra, do të filloj pendesa, do të filloj loti, dhe atëre do të dish çfarë ti kërkosh Zotit. Mos harroni se ç'keni qenë, thot Apostulli Pavli. Mos harroni. Na thot gjithëve. Qofse jemi këtu, nuk zbritëm nga qielli. Edhe ne nga bota e mëkatit kemi hyrë në kish. Dhe mos harrojmë se ç'kemi qenë. Çfarë thot Shën Simon teologu i ri në lidhje me lotët? Lotët rridhin nga sytë në mënyrë shqetësore dhe pastrojnë shpirtin mëndërisht nga njollat e mëkatet. Bien në tokë, shkatrojnë demonët dhe shirojnë shpirtin nga prangat e padukshme të mëkatit. O Lot që bini dhe që derdhen drejtësimi hynor, më hapni qiellin dhe duke më dhënë ngushëllimin e Perëndis. Vajtimi dhe lotët lindin çdo virtut dhe virtutet bëhen rrugë që të çojnë tek Perëndia. Prandaj kështu le ta fillojmë lutjen me pendes për mëkatet që kemi bërë, atje do ta kuptojmë sa i mirë Zoti, por dhe sa kemi i dhëruar Zotin. Një rrugë tjetër e pendimit që del nga lotët është të falurit e vllajt tënd, e motrës tënde. Jo vetëm ato të gjakut, po vllai dhe motrës tënde në besim, por dhe çdo njeriu që ka afër. Neve kërkojmë që Zoti na fal mëkatet, por na ka lënë një kusht. Falna fajet tona, si falim ne fajtorët tanë. Pra, në qoftë se shkon në kryeministerinë e pendim rrëfimit, me sinqeritetin më të madh, por nuk e falur me atë fajtorin tënd, ose atë që të ka bërë të këqij aty. Çfarë do që të ketë bërë? Mor por si ta ketë zhdukur gjithë familjen tënde. Mor por të ketë bërë zeza më të mëdha në jetë. Ti je detyruar ta falësh. Ashtu si Zoti ti fal gjitha mëkatet e tua dhe nuk bën gjyq me ty, kur ti pendohesh, rrëfehesh, ashtu dhe Zoti të urdhëron ty të falësh dhe ti atë tjetër. Asnjëri prej nesh nuk ka, si them, boshte tjetri sa i ka borxh Zotit. Mëkatet që na fal Zoti janë të panumërta. Dhe mëkatet që ne i falim njerëzve janë të numëruara. Kështu që asnjëri prej nesh nuk më thotë që ky më ka bërë shumë që ja nuk e fal. Askush. Ato që i kemi bërë Zotit, kur nuk ja kemi bërë ose na i kanë bërë ne të tjerët. Kështu që jemi të detyruar të falim që të falemi. Një rrugë tjetër është që urdhërohet të bësh përdallim, të japësh ndihmë ekonomike, shpirtërore tek njerëzit në nevojë. Zoti është i përdallyeshëm me ne. Na jep atë që nuk e meritojmë. Por dhe Zoti thotë, dhe ju jeni të përdallyeshëm me të tjerët. Pra, edhe neve nuk duhet jemi indiferent ndaj vuajtjeve shpirtërore ose nevojave ekonomike, familjare që ka njerëzit. Në atë mas që do masin të tjerët, ma atë mas do t'ju masun juve. Prandaj, lumë të përdallyeshmit se do gjejmë përdallim. Kjo është e vërtetuar. Ndoshta unë ja kam treguar dhe ja përsëris të ngjarje shumë domethënëse. Një mbret përdhunoi një vajzë. Vajzën e një grua të vet. Ajo grua e vet shkoi te ikona Shëmërisë dhe i tha: "Zonja Shëmëri, të kërkoj ta dënosh mbretin. Më përdhunoi vajzën, më shkatroi jetën e vajzës. Një vajzë që kisha." Por shikonte që mbreti nuk po psonte asgjë. Sepse mbreti, përveç se ishte një imoral, i paskrupull, kishte edhe një virtut. Se vetëm djalli është i zi 100%. Njerëzit janë me njolla. Mbreti ishte përdallimtar, i jepte njerëzve në nevojë. Shikonte një të varfër i jepte, shikonte diçka jepte, shikonte. Dhe kjo grua ankohesh zonja Shëmëri. Pse nuk po e qorton? Pse nuk po e dënon mbretin? I shfaqe zonja Shëmëri thotë: 3 herë jam nisur ta dënoj. Por 3 herë dora e tij që jep lëmosh më ka kthyer mbas. A e kuptoni ç'a ndodh? Kur neve jemi të përdallyeshëm me njerëzit, Zoti na përdallën ne. Janë ligje shpirtërore. Prandaj, kjo është një mënyrë tjetër për të falur mëkatet tona të shumta. Rrugët e pendimit që na ka dhënë Zoti janë të shumta dhe ne duhet i përdorim. Dhe një ndër to, përveç atyre që përmendëm, është dhe lutja. Çfarë lutje? Lutja që bëhet me shpirt të dërmuar. Prandaj, neve gjithmonë në të Krishterë Ortodoks kemi një traditë që të përmendim lutjen: Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndis, më shiron mua mëkatarin.
Kjo lutje nuk duhet iqet nga goja jonë, është frymarrja jonë. Sepse gjithmonë kemi mëkat, gjithmonë kemi nevojë t'i kërkojmë Zotit falje. Por jo si fariseu që vajti në tempull dhe siç e dim ai gjykoi të tjerët dhe krenoi veten, por si ta grambletësi i cili shkoi atje në fund dhe rrite gjoksin dhe thoshte Zot më shiron mua mëkatar. Këto janë rrugët e pendimit. Por asnjëherë këto rrugë pendimi nuk konkurrojnë misterin e pendim rrëfimit. Këtu bëhet fjalë për mëkatet e lehta, mëkatet e rënda, mëkatet e vdekshme duhen patjetër misterin e pendim rrëfimit. Kështu pra, të dashur të krishterë, le të përfitojmë nga koha e bekuar e kreshmëve, ku mëshira e Zotit është hapur dhe është derdhur për të gjithë ata që kreshmojnë, që ta përmbushim kreshmën, jo vetëm nga ushqimi, por me misterin e pendim rrëfimit. Vetëm kur ta kryejmë këtë mister të pendim rrëfimit, dhe që sipas kishës është i detyrueshëm një herë në vit, sidomos në këtë periudhë, atëherë kjo vërtet e përmbush kreshmën. Ndryshe, në qoftë se do të mbajmë një kreshëm shumë asketike, por kemi mbajtur mëkatet tona brenda vetes, jo vetëm shpirtin nuk e kemi ndihmuar, por dhe trupin po ashtu, sepse mëkatet e shpirtit sëmurin edhe trupin. Edhe e kundërta, falja e mëkateve shpirtërore shëron edhe trupin. Le të përfitojmë nga koha, le të kontaktojmë me atin rrëfyes, le ta kryejmë misterin e pendim rrëfimit, për ata që është për herë të parë, por dhe për ne që kemi kryer, të vazhdojmë ta kryejmë këtë mister dhe ta mbyllim me atë histori që e tham edhe në bisedën e parë, kur dikush ankoi te një erond. Atë mëkatova dhe ai tha, ngreu bir. Përsëri mëkatova. Ngriu prap bir. Përsëri atë mëkatova. Përsëri ngriu. Pra shko, pendohu, rrëfeu, deri kur u atë lutu që të gjej vdekja të ngritur. Pra, me pendim rrëfim. Kështu që urojmë që të kemi një fund të krishterë me pendim rrëfim dhe kungim. Por asnjëherë nuk mund ta lëm për fund. Asnjë nga ne nuk e di kur është fundi. Vërtet ai duhet të shpëtojë në fund. Por ai duhet të që një përjashtim. Përjashtimin mos ta bëjmë rregull. Amin.